Besimtarët në vendet e Ballkanit e pritën me gëzim dhe atmosferë festive Kurban Bayramin. Besimtarët u mlodhën në sheshe dhe xhaminë në kryeqytetet e rajonit, si dhe në qytetet e tjera, për të marrë pjesë në lutjet dhe namazin e një prej festave më të rëndësishme islame. Në Kosovë, organizimi kryesor u mbajt në xhaminë e madhe Sultan Mehmet Fatih në Prishtinë, ku hutben e mbajti myftyu i Kosovës Naim Ternava. Prandaj le të jetë kjo festë një moment të reflektimi, pastrimi shpirtëror dhe ringjallje morale për të gjithë ne. Le të sakrifikojmë urrejtjen për dashurinë, për çarjen për unitetin, egoizmin për solidaritetin dhe indiferencën për përgjegjësinë njerëzore. Vetëm atëherë do të kuptojmë thelbin e vërtetë të Kurban Bayramit, do të jetojmë mesazhin e tij në mënyrën më të denjë. Pas namazit të Bayramit, qytetarët e Kosovës i uruan festën njëri tjetrit me mesazhe paqeje dhe dashurie, ndërsa gjysmëhënia e kuqe e Turqisë shpërndau edhe llokume për besimtarët pas namazit. Edhe në vendet e rajonit besimtarët shënuan këtë ditë festive islame. Xhamia Gazi Husrev Bey në Sarajev, kryeqytetin e Bosnjës dhe Hercegovinës, mlodhi qindra besimtarë musliman që morën pjesë në faljen e namazit të Kurban Bayramit. Edhe xhamia Bayrakli e vetmja xhami në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, ishte mbushur me besimtarë të ardhur për namazin e Bayramit. Ndërkohë festa u shënua edhe në vendet islame të pushtuara. Oborët për rreth xhamisë Al Aqsa në Kutsin e pushtuar në ditën e parë të festës 4 ditore të Kurban Bayramit ishin të mbushura me besimtarë musliman që falin namazin e Bayramit. Afërsisht 140.000 njerëz falin namazin e Bayramit në xhamin Al Aqsa, kibla e parë muslimanëve. Palestinezët që dëshironin të arrinin në xhamin nga skajet e largata të Kutsit lindor të pushtuar dhe qyteteve palestineze nën kontrollin izraelit, formuan radhë të gjata automjetesh në rrugë që të çojnë në qytetin e vjetër, ku ndodhet Haram al-Sharifi.